Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu lartësuar thot: "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib." E që të mësoj ty, e çfarë të tregoj ty, mbase kiameti është afër, mbase momenti, çasti kur do të bëhet kiameti është afër. Ky ajet tregon se kiameti është afër. Dhe përderisa kiameti është afër, njeriu duhet të jetë i përgatitur se do t'i vijë vdekja dhe do dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që ky ajet është nxitje që të përgatitemi për ahiret. Se çasti kur do të bëhet kiameti është afër. Është edhe frikësim për njeriu të ketë frikë se do dalë para Allahut, do paraqitet para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky ajet është një thirrje që të mos lakmojmë dynjan. Mos e kemi dynjan në zemër. Ta konsiderojmë vetëm në këtë botë si njerëzit në kurbet. Si kur jemi në një vend huaj, edhe do e lam këtë vend. Do kthehemi vatanin ton. Edhe ne në këtë botë jemi kalimtar, do e lam. Kështu që duhet përgatitemi për vendin ku do shkojmë. Do kalojmë në ahiret. Pastaj do ndahen njerëzit ose për në xhenet, ose për në zjarrin e xhehenemit. Ose të jemi si udhëtar në këtë botë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Umayrit radhiyallahu anhu, është të nevojë për subesh, edhe i tha kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. I tha je në këtë botë si një njeri në kurbet, në një vend huaj, që praktik për këtij vendi. Nuk e ka mendjen me qëndru në atë vend. Ose si një udhëtar. Me qenë në këtë botë si një udhëtar, është akoma më mirë. Merr aq sa i nevojitet një udhëtar, edhe përgatitesh për ahiret. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër ka thënë: "Mali walid dunya. Inma mathali wa mathalu ad-dunya كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها." E çfarë më duhet mua dynjaja? Shembulli im në këtë dynja, në këtë botë, është si një udhëtar që qëndron në hijen e një pemë edhe pastaj shkon dhe e lë atë. Pra kjo dynja është një stacion. Kemi ndaluar në një stacion. Edhe pastaj do shkojmë edhe do e lëmë. Vetëdija që kiameti është afër, që vdekja do të na zërë, do vi, na shtyn që të përgatitemi për ahiret, që dynjan mos e kemi në zemër. Dhe përgatitemi për ditën e gjykimit. Dhe kjo është ilaçi për përmirësimin e gjendjes muslimanit. Përgatitemi për ahiret. Ta çojë në mendje vdekjen. Ta kujtoj atë që do i shem kënaqësitë. Ta kujtoj ahiretin. Të kujtojmë se do të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu arrim të rrisim imanin, të shtojmë veprat e mira, të ruhemi nga të këqijat, përmirësojmë moralin dhe sjelljen,
Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka treguar në hadith se dërgimi i tij dhe kiameti ishin afër. Ka thënë jam dërguar unë dhe kiameti si ka dy gishta. Domethënë diferenca mes kohës profetit dhe kiametit, si diferenca mes këtyre dy gishtave. Gishti tregues dhe gishti mesëm. Në një hadith ka thënë bu'ithu fi nasami as-sa'a, jam dërguar në lladin e parë të kiametit. Domethënë jam dërguar në afërsitë të kiametit. Sipas një hadithi tjetër, profeti e ka konsideruar vdekjen e tij si një shenjë të kiametit. Është një nga shenjat e vogla të kiametit, po është shenjë e ardhes kiametit, e afrimit të kiametit. Ka shenjat e kiametit që janë shfaqur. Ka shenja që ekzistojnë sot në kohën tonë. Dhe pritet që dalin shenjat e tjera të vogla, po edhe shenjat e mëdha. Shenjat e mëdha janë në prag të kiametit, janë fort afër. Lutë Allahun subhanahu wa taala na bëj për atyre që përgatiten për ahiret dhe nuk e lakmojnë dynjan. Allahu shpëlbej me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.